Të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi për të komentuar ngjarjet më të fundit brenda shtëpisë. Ajo që në fakt ka ndenjur pak kokë-lart në këtë raport apo në këtë aspekt me Louise Haley ka qenë Brikena. Brikena ka qenë një vajzë që ka ndenjur pak kokë-lart, ka ndenjur pak ignorante në raport me Luizin, gjithashtu edhe Matteo ka patur një qëndrim të ftohtë me Luizin, domethënë nuk ulet ta logjikon që Luizi nuk është banor, nuk ulet ta studion fare këtë gjën, por qëndron me pushkën në dorë. Unë në fakt e kam menduar Matteon që Matteo është lojtar. E kam menduar Matteon që është i zgjuar, që është strateg, por jo. Hyrja e Luizit e nxori në pa lojën e Matteos që Matteo nuk është fare lojtar dhe realisht nuk di fare që ta luaj lojën. Teksa Brikena qëndronte në dhomën e grimit, me patjetër që ajo preferon ta ketë vëmendjen e Luizit, sepse çdo banor brenda asaj shtëpie di se çfarë peshe ka Luizi jashtë. Luizi i tha që çfarë pret ti? Pret që Matteo të ta bëj vaskën me lule, sepse tani Brikena mundohet që ti tregohet e forgjasme, unë e di që ti nuk je banor këtu, ti ke një mision, sepse nuk është një zbulim që e bëri Brikena, por është një zbulim që e bëri Kristi, por Brikena normalisht si lojtare do ta personalizon këtë gjën dhe dëshiron që të del sikur unë ta thash, sepse unë e ndjeva këtë pikën që ti nuk je lojtar. Unë mendoj që gradualisht, domethënë, Louise Haley do të përfshijë edhe Matteo në këtë mes, e kam thënë edhe ditën e djeshme teksa komentoja hyrjen në fakt momentin para se të hynte Luizi në shtëpinë e Big Brotherit, që unë e dija që Luizi do të ndikon në marrëdhënien e tyre. Tani Brikena është shumë e ftohtë me Matteon ditën e sotme, është shumë e largët. Kjo gjë ndikoi tepër te Matteo, sepse Matteo e pa me shumë ftohtësi Luizin, mendoi që Luizi e largoi, Luizi e ndau, Luizi do merr vëmendjen. Le të themi u ndjej çik xhelos realisht në lojën e Luizit, por do të shohim se si do shkon, por Brikenën e shoh që në fakt i pëlqen që të merr vëmendjen e Luizit në këtë pikë të lojës.